Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet më të fundit, ngjarjet më të fundit dhe për të bërë një analizë të lojës së Big Brother VIP Albania. Dua në këtë minutazh të komentoj pak marrëdhënien e Mirit, Selinës edhe DJ Gimbos. Vllau i madh është gjithmonë fantastik në fakt në përzgjedhjen e lojrave që bën. Unë e di që lojrat janë të përzgjedhme me kastile dhe grupet janë me kastile të përzgjedhura dhe duke ditur që DJ Gimbo ka shprehur emocion në dhomën e rrëfimit ku realisht banorët nuk e dinë se çfarë ai ka thënë, domethënë vetëm publiku është i informuar me atë se çfarë ka thënë DJ Gimbo në dhomën e rrëfimit. Është një strategji në fakt interesante që ndodhen vetëm këtë vit. Vllau i madh natën e mbrëmshme kishte ndarë grupet, në fakt qesharake, DJ Gimbon, Mirin dhe Selinën. Tani DJ Gimbo ka shpreh emocione për Selinën, domethënë i duket një vajzë shumë e bukur, i duket një vajzë shumë pozitive, i duket një vajzë me emocione shumë të ngrohta. Dhe vllau i madh me kastile, duke e ditur që Miri dyshon dhe xhelozon, por e ka një lloj xhelozie që nuk mund ta shprehë në shkaku sepse banorët ja kanë vënë më në dukje që një burr 46 vjeç nuk mund të krijon një lidhje, nuk mund të krijon një emocion, nuk mund të krijon një dashuri me një vajzë 20 e ca vjeç dhe Miri qëndron i stepur dhe i tërhequr dhe çuditërisht, domethënë, në këtë pjesë, domethënë në këtë emocion, le ta quajmë kështu, Miri duhet të duron. Tani çfarë ndodh? Natën e mbrëmshme, Selina, nëse e keni vënë mendjen të gjës, e kishte më shumë mendjen tek DJ Gimbo se sa e kishte mendjen tek Miri. Domethënë ajo nuk është se kishte ndonjë emocion, nuk është se kishte ndonjë pasion realisht për Mirin, por më shumë e kishte mendjen tek DJ Gimbo. Kjo gjë e vrau Mirin. Dhe Miri, domethënë, i qëndronte te koka, Miri i qëndronte pranë dhe siç duket e xhelozon DJ Gimbon se po i prishet strategjia e lojës, sepse Miri që në momentin e parë kur ka hyrë në Big Brother, strategji të vetme e ka patur vetëm marrëdhënien me Selinën, asnjë gjë tjetër. Tani në fakt është e çuditshme fakti se si Selina dhe DJ Gimbo kanë filluar që të nuhasin njëri tjetrin. DJ Gimbo nuk është se ja ka shprehur Selinës atë se çfarë ndjen për Selinën. Ai e thotë që është një vajzë e bukur, e thotë që është një vajzë pozitive, e thotë që është një vajzë me energji të mirë. Miri i përgjon nga mbrapa derës se çfarë flasin, çfarë thon, a flasin për të, a flasin propozim, edhe pse realisht DJ Gimbo nuk është se i ka dhënë ndonjë propozim, thjesht ka shprehur pëlqyeshmërinë e tij ndaj Selin, por normal kur e ke mizën ndër kapuç, si i thonë një fjalë, të djeg gjithçka. Nuk e di se si do të vazhdon rrugtimi, do të jetë një moment vrastar ndoshta për Mirin, në qoftë se Selina jep një puthje apo krijon një afrimitet pak më shumë për DJ Gimbo, domethënë shohim diçka më tepër mes atyre të dyve, por dua të marr edhe mendimin tuaj për të kuptuar se si ju në fakt e shikoni këtë raport dhe çfarë ju po kuptoni nga ky raport. Mendoni që DJ Gimbo do të shkon përtej saj, do krijon një marrëdhënie, një lidhje me Selin? Dua të marr mendimin tuaj.